njerëz që emocionet i mbajnë brenda vetes, e ka artist që ato emocione i shndrojnë në art. Pikërisht një botë e tillë artistike u prezantua mbrëm për publikun përmes ekspozitës së parë personale të profesor Lavdrim Alilit. Një ekspozitë ku ngjyrat, format dhe detajet flasin më shumë se sa vetë fjalët, duke sjellë para ardashësve një rrëfim të veçantë artistik dhe shpirtëror. Të nderuar mysafir, profesor, koleg, student, miq të dashur të artit, mirëmbrëma dhe mirë se erdhat. Ju uroj festën e Kurban Bajramit të gjithëve. Sonte kam kënaqësinë të hap ekspozitën personale me fotografi digjitale, black and white, të artistit dhe profesorit tetovar Lavdrim Alili. Kjo ekspozit është pjesë e programit vjetor të Institutit Nacional Galeria Arteve Tetov dhe realizohet me mbështetje të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përmes objektivit të tij artistik, Lavdrim Alili sjell një botë emocionesh, kontrastesh dhe momentesh të kapura me ndjeshmëri të veçantë artistike. Fotografitë bardhëzi përcjellin mesazhe të fuqishme nga ngjarjet dhe ndodhitë e përditshme, duke e kthyer realitetin e jetës në art përmes dritës, hijes dhe kompozicionit estetik. Dua të falenderoj kolegun Lavdrim Alili për bashkëpunimin, për kushtimin dhe kontributin e tij në promovimin e artit fotografik, si dhe për besimin që ja ka dhënë Galerisë së Arteve të Tetovës të organizojmë këtë ekspozitë. Po ashtu, një falënderim i veçantë për historianën e artit, profesoreshën e dashur Vlora Demiri, për mbështetjen, vlerësimin profesional dhe kontributin e saj të çmuar të vazhdueshëm në art dhe kulturë. Të dashur të pranishëm, ju falenderoj dhe juve të gjithëve për praninë tuaj sonte. Mbështetja juaj është shumë e rëndësishme për galerinë dhe artistët tanë, ndërsa Lavdrimit ju uroj suksese dhe shëndet dhe të na sjellë dhe shumë ekspozita të tjera. Unë do e shpall ekspozitën të hapur, edhe pse tani do dua t'ja jap fjalën profesoreshës Vlora Demiri të fletë mbi kritikun e kësaj ekspozite. Jemi shumë të lumtur edhe kemi kënaqësi të jemi këtu së bashku për ta ndjerë këtë atmosferë në ekspozitën e parë të Lavdrimit dhe përpara se t'ju lëm që në fakt ta lëm që secili ta përjetojë në mënyrë individuale, unë do ta shfrytëzoj rastin të them disa fjalë për këtë përmbledhje. Ekziston një dimenzion i përvojës njerëzore që në fakt nuk i përket plotësisht as fjalës e as imazhit, për një intervali të heshtur në mes tyre, sepse është një hapësirë e brendshme ku njeriu nuk vjen vetëm si emër, si rol, apo si një identitet social, por na vjen si një prani që mbart kujtesën, kohën edhe përvojat e veta. Mu në këtë territor vendoset ekspozita e artistit Lavdrim Alili, e ashtu quajtur Black and White ose bardhëzi. Në këtë fotografi, ashtu siç mund ta shohim që Lavdrimi në fakt nuk tenton të na tregon gjithçka. Dhe këtu e bardha edhe e zeza në fakt nuk janë vetëm kontraste vizuale, por janë një gjendje e mbrendshme ku e zeza na kthehet si një hije ose është mbartëse e ndjesisë së hijes, por jo si mungesë drite, por si një si prani ose si gjurmë e saj, kurse e bardha është heshtje dhe jo si mungesë zëri, por në fakt si një hapësirë ku prania është ose përvoja njerëzore është më e qetë, më e ndjeshme edhe kështu me radhë. Ashtu siç e thash që këto fotografi nuk tentojnë të na tregojnë gjithçka, edhe nëpërmjet të tyre ata në fakt nuk e dramatizojnë, nuk e detyrojnë subjektin që të flasë ose të bërtas ose ta kthej fytyrën në spektakël, por përkundrazi e ruajnë me dinjitet praninë njerëzore dhe njerëzit në këto imazhe, në këto fotografi nuk janë thjesht imazhe, po janë bartës të historive të vërteta. Në fakt, Lavdrimi nëpërmes të kësaj ekspozite tenton që fotografin ta kthejë në një, si ta themi, në një akt jo vetëm shikimi, por një akt takimi, një takim në mes kësaj hijes dhe heshtjes, të pathënës dhe të dukshmes, edhe në mes kësaj lidhjes ose realitetit të shikuesit me njeriun.
Tani neve e dim shumë mirë që aktualiteti jonë dhe marrëdhënia jonë me imazhet në ditët e sotme është shumë e shpejtë, shumë kalimtare dhe shumë sipërfaqësore, mirë po këto fotografi na kërkojnë që të ndryshojmë pakës qasjen, të ndalemi, të qëndrojmë edhe konsumin e tyre të mos jetë i shpejt, por të lëmë që të veprojnë pakës më ngadalë tek ne. Dhe për këtë arsye, në fakt, lavdrimi i sjell në këtë formë edhe këtë përvojë njerëzore që ai e sjell në përvojë këtë fotografive që e sjell në bardhëzi, e sjell për arsyen që të na e forcoj këtë përvojë, që neve të arrijmë deri tek ajo që Roland Barthes shpesh e quan si punktum, një prekje, një ngacmim që nuk është thjesht mesazh, por është diçka më e thellë që na godet më thellë. Edhe kjo përzgjedhje e bardhëzi unë kam përshtypjen që nuk është e rastishme, sepse ai do që këtë të vërtet që do ta tregoj, ta jep në një formë shumë esenciale duke lënë fotografinë që të jetë strukturë e dritës, të jetë ajo prani e shikimit edhe psikologji e vet shikuesit dhe vet subjektit. Kështu që unë kam përshtypjen që lavdrimi e bën këtë me na e sjell shumë fuqishëm dhe do të na e rikujtoj edhe atë që kjo ekspozitë është për peshën e pranisë edhe për atë se çfarë qëndrueshmërinë dhe brishtësinë e njeriu që jetojnë në një prani të vetme. Dhe gjithë kjo ekspozitë në fakt është për të na rikujtuar që shpesh herë neve japim kontekste negative, por hija tregon qartë që neve kemi qenë në dritë edhe heshtja tregon që kemi qenë në thellësi. Unë nuk do të zgjas më tepër, po do t'ja jep vetë fjalën lavdrimit, por së pari ju falenderoj juve që ishit këtu edhe që i dhatë edhe më tepër kuptim kësaj ekspozite të parë, dhe i uroj lavdrimit shëndet së pari edhe pastaj shumë sukses në veprimtarinë e tij edhe në karrierën e tij. Pikës pari, mirë se keni ardhur të gjithë. Është ekspozita ime e parë, siç e shihni emocionet më kanë kapluar krejt anët, në qoftë se gaboj diçka kërkoj ndjes. Nuk ngelet shumë për të thënë se shumicën e gjërave e tha profesoresha Vlora, po besoj që të ju pëlqej, ta shijoni këtë ekspozitë edhe të jepni edhe kritikat, një falënderim të veçantë deri tek galeriat, dhe drejtoreshe, galerisë dhe gjithë pjesëmarrësit që keni ardhur. Nuk e zgjas më shumë, se thash nuk qenë ka e lehtë flasish para masës, edhe pse ne në një farë mënyrë jemi si ligjërues, po më lehtë është në klasë se sa të flasish para masës. Ta di, Valmir. Në këtë atmosferë artistike, veprat e profesor Lavdrim Alilit lanë mbresa dhe emocione të ndryshme edhe tek të pranishmit, artistët dhe dashamirësit e artit, të cilët e përjetuan ekspozitën secili në mënyrën e vet. Kishit nderin edhe ta bëni hapjen e kësaj ekspozite. Në thoni sa fjalë që nga momenti që e kuptuat se profesor Lavdrimi po ka plan ta bënë ekspozitën dhe ato pikërisht në Galerinë e Arteve në Tetov. Gjënan, faleminderit njëre që keni ardhur të ndiqni ekspozitën e Lavdrim Alilit Black and White. Ka qenë fillimisht ideja ime, për shkak se me Lavdrimin jemi dhe koleg fotograf, nga viti i kaluar që Lavdrimi të bën një ekspozitë të parën të veten personale me fotografi. Dhe i kishim ato diskutime tona, të ketë fotografi që do të jenë me ngjyra apo të kalojmë në këtë që është bardhëzi. Dhe vendosëm bashkërisht që të jetë ekspozita me fotografi bardhëzi, dhe kështu që neve aplikum vitin e kaluar në Ministrinë e Kulturës me projekt për ekspozitën e Lavdrimit, u miratua nga ana e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe ja sonte e kurorzuam me hapjen e ekspozitës. Ka qenë një bashkëpunim i shkëlqyer, pas një problem, për shkak se kemi gjutë komunikimi edhe artistike dhe kolegial, dhe ka qenë sigurisht nder dhe kënaqësi që pikërisht
të hap dhe unë ekspozitën e lavdrimit. Si që shifni, në ekspozitën të ka rreth 30 fotografi të cilat janë të punuara në Bardezi, dhe besoj që edhe profesoresha Jeldës e tha atë dhe atë që dëgjua gjatë hapjes me profesoreshën Vlora. Por uroj dhe bëj ftesë për shkak se tash është edhe thirrja e Ministrisë së Kulturës për projekt aplikimet përmes institucioneve për vitin 2027, shfrytëzoj rastin përmes mediumit shtetëror që të bëjnë pjesë e projekteve të galerisë tonë. Të gjithë ata artistë jo vetëm nga Tetova, po nga e gjithë Maqedonia që e ndjekin emisionin tuaj. Valmir, prapë ndodhemi këtu në ekspozitën e lavdrimit dhe është ekspozita e ti e parë, një kritik, një vlerësim nga ti edhe normalisht se sa duhet mbështetur artistët, sidomos kur e kanë atë ekspozitën e parë, sigurisht ti e din ato emocione, i ke kaluar pa. Është edhe pse është ekspozita e parë e profesor Lavdrimit. Lavdrimi është një prej, nëse mund të them, ekspertëve të mediumit të fotografisë, i cili edhe ligjeron në Universitetin e Tetovës dhe këtu ka sjell me të vërtet një prekje të jashtëzakonshme të fotografisë në kontekstin Bardezi, mirë po edhe pse imazhet e tij janë Bardezi, ata janë krejt emocione, janë të ndërtuara dhe të kapura në momente shumë me një sentiment të veçantë, kisha thënë, dhe rezatojnë shumë ngjyra dhe i gjithë kjo emocion pra e përshkruan aspektin filozofik të botkuptimit të profesor Lavdrimit dhe besoj që kjo nuk do të jetë ekspozita e parë dhe e fundit dhe profesorit ju urojmë shëndet, suksese dhe shumë ekspozita të radhës. Në këto momente që tani po ndodhet në hapat e parë të ekspozitave apo ekspozimit të veprave të tij, sa ka nevoja i për mbështetjen si nga kolegët, po ashtu edhe nga i gjithë institucionet apo nga gjithë ata që kontribuojnë për artin? Është, nëse mund zgjatëm pak, 2 dekadat e fundit është bën shumë për artin pamor. Janë hap shumë galeri arti, ka shumë përkrahje, ka shumë entuziast të ri, talente të reja të cilët kanë vendosur që të merren me artin pamor, duke marrë parasysh gjithë këtë impakt institucional që kemi kriju, dhe besoj që një prej tyre është edhe profesori i ri, por me shumë provojë Lavdrimi, i cili me këtë punë ka tregu që e etablon veten më si një profesionist i mirëfillt. Dhe normal që ne kolegët çdo herë jemi të mbështetin në njëri tjetrit. Na thoni ca fjalë edhe për përshtypjet e juaja të para, sidomos në ekspozitën e parë të profesorit Lavdrim, tani po ndodhemi, cilat ishin përshtypjet e para kur i pat fotografitë, ambientin dhe mënyra se si janë shkripur me sa emocion këto foto? Më thënë fillimisht e përgëzoj Lavdrimin për këtë ekspozitën e tij të parë, ju uroj shumë suksese në vazhdimsi dhe vërtet më kanë befasu motivet që i kish zgjedhur, ndoshta ne si laik nuk i japim rëndësi këtyre detajeve, pamjeve, imazheve, mirë po në optikën e Lavdrimit këto kanë fituar plotësisht një kuptim tjetër, një rëndësi të jashtëzakonshme dhe prandaj e përgëzoj për këtë mjeshtëri që ka pasur me fotoaparatin e tij. Lavdrimi është ekspozita e parë që ai tani sapo na e ka sjellur këtu në Galerinë e Arteve në Tetovë dhe sa në këto momente ka nevojë një artist i cili shpreh nevojën që ti ekspozon veprat e tij të ketë mbështetjen si nga institucionet, ashtu nga opinioni, po edhe nga kolegët e tij. Pa dyshim që çdo iniciativë duhet të përkrahet si nga ana institucionale, si nga ana kolegiale dhe prandaj edhe ne sot këtu profesorët të Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës jemi në mbështetje të Lavdrimit, t'i japim kurajo, t'i japim forcë, energji, sepse arti vërtet është një rrugë shumë sfiduese, kërkon një përkushtim, një guxim, një ndjeshmëri të cilën mund të arrish vetëm me punë dhe përkushtim. Galeria e Arteve e mbushur si me fotografi të bukura, po ashtu edhe me shumë dashamir të cilët kanë ardhur në përkrahjen tënde për të parë edhe anën vizuele të Lavdrimit, punën e paloshme të cilën e bën ai, si dhe ato emocionet të cilat vetëm syri din t'i shkrep. Sot jemi këtu të gjithë të mbledhur për ekspozitën tënde të parë. Si po ndjesh fillimisht emocionet, në hapje the se ke shumë emocione, po sadopak 2-3 fjali edhe për ata të cilët po na ndjekin tani në emisionin e mëngjesit. Faleminderit njëherë për pjesëmarrjen e juaj, siç e thatë edhe vetë, është një emocion i paparë, domethënë ekspozita është ekspozita ime e parë. Shpresoj që shikuesit ta vizitojnë këtë ekspozitë, do më frymëzojshin akoma më shumë për të punuar në këtë drejtim.
Ekspozitën e kom titulluar Black and White, bardhëzi, si që përmendet edhe më herët, heshtje dhe hije, apo dritë hije, si dua shqyje, jo sepse fotografit nuk kanë shpirt, po ne shpesh e përmendim është e kundërta. Në që se shpesh ne fotografojmë me ngjyra, ne kapim nuancën, nëse në që se fotografojmë bardhëzi, ne kapim shpirtin e storin e kështu me radhë. Ju mundu, qastin, ju mundu që, dhe me thënë me këto foto që i kum paraqit, të paraqes një realitet urban, tek ne, balkanik, europian e kështu me radhë. Sa është e nevojshme në këto momente dhe përkrahja si dhe institucionale, kolegiale, po ashtu edhe nga të gjithë qytetarët apo e opinionit? Përkraja është e madhe, dhe me thonë, mendoj që artistët në përgjithësi duhet të përkrahen. Në çfarë do lloj fushet të tyre, përkraja institucionale duhet që të jetë akoma më e madhe, sepse nuk është në ekspozit të eci në për shtetet tjera, të shumë Shqipëri thunë të pa të bo. E kupta. Të urojmë shumë suksese atëherë. Ne jemi këtu për të përkrahur në çdo hap. Ju faleminderit shumë edhe juve. Me ekspozitën e tij të parë personale, profesori Lavdrim Alili solli para publikut jo vetëm art pamor, por edhe një pjesë të botës së tij të brendshme. Një mbrëmje që dëshmoi se arti vazhdon të mbejtë gjuha më e bukur e emocioneve dhe mënyra më autentike për të lënë gjurmë tek publiku.